Grupi Parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Kazmend Bardhi, ka depozituar një kërkesë për interpelancë urgjente me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë në lidhje me kërkesat e qytetarëve, kërkesë së cilës i kam kthyer përgjigje negative. Nga shqyrtimi i kërkesës rezulton se shumica e çështjeve të ngritura kanë natyrë legislative, pasi lidhen me ndryshimin ose shfuqizimin e akteve ligjore në fuqi dhe jo me kërkimin e shpjegimeve për veprimtari konkrete të Këshillit të Ministrave. Për këtë çështje janë depozituar tashmë iniciativa ligjore në kuvend, të cilat do të trajtohen sipas procedurave parlamentare përkatëse. Duke qenë se interpelanca është një dokument i kontrollit parlamentar dhe nuk mund të përdoret për të zvendësuar apo për të mbivendosur mbi procesin legjislativ në zhvillim, vlerësohet se kërkesa nuk paraqet një objekt të veçantë dhe të pavarur që të justifikojë zhvillimin e interpelancës urgjente. Përjedhoj në mbështetjen e nenit 89 të rregullores kuvendit, kërkesa nuk pranohet në bazë të nenit 89.3 rregullores kuvendit, kur deputeti kërkues apo deputetët kërkues nuk janë në një mendje me kryetarin, çështja i shtrohet kuvendit, i cili pasi dëgjon mendimin e deputetit për jo më shumë se 10 minuta vendos me votim të hapur dhe pa debat. Zoti Bardhi.